Kohët e fundit, TikToku është kthyer në një lloj zyre jo zyrtare të terapistit të internetit. Një moment sheh një video qesharake edhe në tjetrin binder se ke ankth, autizëm, ADHD apo OCD, e tëra bazuar vetëm nga një video 30 sekondçe. Nëse akoma nuk jeni familiarizuar me këto terme, po a jap një përshkrim të shkurtër se çka janë në të vërtetë. ADHD është rregullim neurozhvillimor që karakterizohet me vështirësi në përqendrim, hiperaktivitet dhe sjellje impulsive. Autizmi është rregullim që përfshin vështirësi sociale, sjellje të përsëritura dhe ndjeshmërinë ndaj stimujve të jashtëm. OCD është gjendje mendore që karakterizohet nga mendime dhe dëshira të padëshiruara, pra obsesione, që çojnë në sjellje të përsëritura për të ulur ankthin që shkaktojnë obsesionet. Shëndeti mendor është kompleks dhe marrja e diagnozës së duhur kërkon më shumë se sa të shikosh një video virale ose të lexosh një titull tërheqës që rrezikon ta kthejë shëndetin mendor në një trend. Ndonjëherë këto video të bëjnë të ndihesh i kuptuar dhe mund të jenë hapi i parë drejt ndihmës së vërtetë, por TikToku nuk është mjek. TikToku të thotë se ke ADHD sepse shpesh harron ku e lën telefonin, por ndoshta je thjesht i lodhur. Është autizëm, ADHD apo thjesht jeta moderne që na çmen? Ti mund të thuash, jam shumë OCD sepse më pëlqen pastërtia dhe organizimi, por nga një këndvështrim profesional, këto janë thjesht preferenca apo vlera personale. Ekziston rreziku që algoritmi mund të çojë në keqinformim, gabim në diagnoza dhe individët mund të internalizojnë rregullime që nuk i kanë në të vërtetë. Platforma e shëndetit virtual PlushCare analizoi së fundmi 500 video në TikTok që trajtonin çështje të shëndetit mendor, për të parë nëse përdoruesit e kësaj platforme po rrezikohen nga dezinformimi, dhe rezultoi se 84% e videove përmbanin informacione të pasakta ose të pavërteta, ndërsa 54% e videove përmbanin informacion të saktë. Raporti tregoi gjithashtu se rreth 14.2% ishin aq keq informuese sa mund të jenë potencialisht të dëmshme. Një studim i publikuar në PLOS ONE zbuloi se vetëm 20% e krijuesve që flasin për ADHD kualifikimet e tyre profesionale dhe asnjëri prej tyre nuk ishte profesionist i licencuar në fushën e mjekësisë. Në studimin e Institutit të Autizmit Drexel, videot e lidhura me hashtagun autism kanë arritur një total për 11.5 miliard shikimesh, ku tregohet se 27% e videove u klasifikuan si të sakta, 41% si të pasakta dhe 32% si tepër të përgjithësuara. Për OCD-n, një analizë e videove në TikTok ka treguar se 40% e videove nuk përdoren gjuhë të përqendruar te personi, për shembull i varur në vend të person me çrregullim të varësisë. 47% përmbanin komente stigmatizuese dhe vetëm 30% tregonin një kuptim të vërtetë të gjendjes. Prandaj është mirë të jeni kurioz, por ju lutemi kontaktoni një profesionist. Terapistët, mjekët dhe këshilltarët janë trajnuar për të kuptuar nuancat e shëndetit mendor dhe mund të ofrojnë mbështetjen dhe udhëzimin që ju nevojitet vërtet.